Po sepse ka kritere që i ka përmbushë dhe nuk do të gjithmonë veç pamja fizike ndoshta për me qenë një mes i mirë. Edhe për inteligencën, domethënë. Tash nëse për shembull nivojt gjatë organizimit janë 30 vojza, ka mundësi një shumë e bukur se tjetra. Po. Që pak a shumë mos t'i qesëm këto që edhe se me thonë nesër u majt një mes, ja banën kësaj me hile, ose kësaj banën pa drejt, ose... Po këto e paragjykojnë ma shumë teknikë Po tash dhëtë me llogarit që mes 30 vojzav ka qenë një pak jo ma e bukur, po ma inteligente. Edhe ka qenë ma e sjellshme. Po. Domethënë gjatë organizimit, tash për shembull, a është ma mes? Po, se do me thonë të misi, veç tjetë e bukur, kukull, edhe mëse të më thonë kurgjesh. Këto do është po tash juria është ndryshe, juria është, thot kjo hec edhe është ma të bukurën. Po organizatori është që nuk ja vlen aja, po kupton. Se tash ka juri tjetër, zakonisht kur janë 5 juri dalin gjithmonë edhe para organizimit, njoftohen me gjitha misat, edhe e shohin që çaja është më e mirë se të tjerat. Për shkak se ma është e përshtatshme për me qenë mes, për me përfasu ma mirë. Se për shkak del ma e bukur, po që e tha dhe Roki, del nga që shumë e bukur është, po shtetin tani përfason shumë keq jashtë. Se dhe unë kum pas rase që kum qu shumë vojza Monaka. Monaka s'ta ka pranu si shtë. Për shumë unë kum qu vojza në Monaka. Edhe në Itali e kum pas... Ndoshta është përmend shumë pak saj përket kësaj. Kum qu shumë vojza. E ki edhe në Lindita Idrizin, e ki domethënë që ka marrë vënë e parë Miss Europa. Pa mendoni që duhet me i shty ma shumë këto, sidomos në kohën e rrjeteve sociale. Sepse mendoj që një fardoze, një dore kanë edhe organizator që e bojnë gjithat mund për me i dërgu dikon misat, do shta dhe në shtete që nuk na njohin fare, por që nuk shtyhen rrjete sociale nga këta organizator. Do shta duhet ndoshta me pas një organizim ma të fortë edhe nga ana juj? Është e vërtet kjo, po mungon e përkraja institucionale, sepse vetë dashnorin e kum pas edhe mik edhe sponsor, Moda City, ku fillimet e para kur e bëra organizimin Miss Freedom of the World, aty ishte